Po, është e vërtet, humë një ndeshje që s'u do të më hum. Nuk pat në përqendrimin e duhur, një herë na erdhi port flamurtar në Shënoj. Pat me shumë raste, ishim shumë të lehtë para portit, nuk shkoshim atë agresivitetin e duhur për me shënu, e psuam, kjo është futbolli. U japet gara për vetën e parë, por në një farë mënyrë e keni hapur dhe garën për mbijetesën, nëse e keni. Gara s'ka kanë mbyllur as për vendin e parë, as për mbijetesën, kështu që as nuk e hap për vendin e parë, as nuk e hap për mbijetesën. Thjesht është u bë kampionati që ne na përgjysmuan pikët. Jemi në vend të parë, duhet vazhdojmë të jemi në vend të parë, duhet vazhdojmë të punojmë shumë, sepse e kam thënë është shumë kampionati i gjatë, kampionati i lodhshëm. Duhet jemi të përqendruar, duhet jemi të koncentruar maksimum, sepse ndeshjet i kam thënë edhe herë sa bëhen më të vështira. Një pyetje fundit, ndikoi ndoshta kartoni kuq që në pjesë parë? Patjetër që ndikoi, thash humbë me shumë raste. Një moment u shpërqendruam, kartele kuqe pa pikën e lidhjes në fushën në anën e fushës lamurtarit. Duhet edhe përgjegjësi, duhet ta nish edhe që e mor fanierën e Vllaznisë, nuk ka kollaj më e mojt. Faleminderit.